Brahim, sigurisht tashmë zëvendës kryeministja konsiderohet e pezulluar njëkohësisht dhe ministra infrastrukturës dhe energjisë. A e detyron kjo qeverinë që të bëjë ndryshime, duke referuar dhe atë se çfarë tha përfaqësuesi ligjor i Këshillit të Ministrave në seancë plenare gjykatë, që pezullimi nga detyra duket si një marrje dore të kryeministit për ta detyruar që ta shkarkojë? Atëherë, të ndaloj në argumentin që ju bët pyetje më parë për avokatin, problemin e shoh në fakt në dy anë tjera. Spari është parë që ka një lloj presioni ose lajme ose deklarata që shkojnë kundrejt anëtarëve caktuar të gjykatës kushtetuese që ka thelluar dhe më tej atë paqartësinë e vendimit marrë 4-4. Faktikisht ai krijon një precedent për të ardhmen, pra në çdo rast do trajtohet i njëjtë. Megjithatë, vendimi 4-4 sjell paqartësinë nëse kush nga palët ka drejt në argumentin e dhënë për pezullimin e një zyrtari nga detyra. Kur flas zyrtar, kemi të bëjmë me poste ministrore, zëvendëskryeministër, kryeministër, president, pra të gjithë nivelet e larta të shtetit. Pra sërish do jemi në atë qerthullin e paqartësisë që mendoj që do të sjellim pas impakt të reagimit politikës në zgjidhje të situatave të tilla. Është qartë që edhe vonesa e zgjedhjes së një anëtari të gjykatës kushtetuese ka sjellë problematikat e tij. Megjithatë, të kthehem tek pra presionet janë ato që sjellin shumë atë lëkundjen dhe do të parë dhe kanalet nga cila anë shtyhen për të bërë të tilla, sidomos ndaj individëve të caktuara që vën pikpyetje mëdha nëse ka qenë vendimarrje e drejtë me bindje apo ka qenë vendimarrje e shtyrë. Në moment që kemi vendimarrje të shtyrë, pastaj kjo besoni se ka qenë vendimarrje e shtyrë? Nuk e di, nuk janë futur në verifikime të tilla, po vetë fakti që kemi këtë lojën që ndodh pas ngjarjeve të mëdha të nxjerrjes informacioneve kundrejt individëve të caktuar, tregon që underground ka pas një lojë, se nga cila palë pastaj duke qenë se unë e vlerësoj gazetarinë, preferoj që mos të flas pa pas fakte në dorë, por këto janë fakte që janë të dukshme. Sa i përket asaj se çfarë do të ndodh politikisht, ndryshimet qeverisë sot besoj se janë të detyruara qoftë edhe për postën e zëvendës kryeministres dhe ministres. Spari, një zgjidhje më e thjeshtë do të ishte që zonja Balluku, pa u publikuar vendim fletor zyrtare, të delegoj kompetencash të ministrit paktën të një tjetër zyrtar, pra që mund ta mbante atë të pandryshuar situatën në qeveri. Dhe ngjarja e dytë do të ishte pastaj në rast se publikohet fletore zyrtare, kryeministri do jetë i detyruar të shkojë me një propozim me një emër për numrin 2 të qeverisë dhe të ministrit. Pra, kjo pastaj kalon në një formë detyrimi i ardhur nga gjykata kushtetuese, sepse funksionet nuk mund të pushojnë. Pra, në momentin që kryeministri do jetë i angazhuar në një aktivitet ndërkombëtar, do duhet që dikush të drejtojë qeverinë dhe fakti që ka një mungesë do duhet që vakanca të plotësohet. Mendoj se kjo do të vi pas mbledhjes së Këshillit Mandateve, ku do të përcaktohet edhe si do të zhvillohet më tej procedura për atë që unë e quaj heqje imuniteti. Pra, heqja e imunitetit unë nuk e lidh me postën e ministrit, sepse për mendimin tim janë dy gjëra krejt ndryshme, funksioni dhe mbrojtja sipas kodit zgjedhor, pra ai që përfaqësohet në parlament. Dhe në këtë rast janë dy funksione ndryshme dhe heqja e imunitetit është ajo që do vendoset në parlament, ku do të vijohet më pas nëse do të lejohen kontrollet apo jo, sekuestrimet, përgjimet për procedurat të tjera hetimore, apo do të jepet thjesht heqja e imunitetit dhe lënia më njanë e masës arrestit. Dhe masa e arrestit të paktën me sa e kuptoj nuk jam në nivel juristi, masa e arrestit parashikon qoftë masa e arrestit shtëpi, qoftë masa e arrestit burg, qoftë atë detyrim paraqitje, qoftë atë të masa shtrënguese të penimit lirisë. Pra, këto janë masa, po që janë ato që do vendosen parlament. Pra, mundet që mazhoranca ta ndajnë të pjesë dhe menjëherë pas saj të shikohet në riformatimin e qeverisë, që unë besoj të paktën ajo çfarë përflitet në korridoret politike, ndoshta mund të jemi përballë dhe një reformatimi të plotë të qeverisë. Ndoshta jo menjëherë pas vendimit të parlamentit, por besoj brenda verës mund të kemi edhe rishikime të tilla. Avokat, zoti Rama, në reagimin që bëri sot në podcastin e tij, flasim përmendi që betejën do ta vijonte. Nuk di që të ketë një shkallë tjetër ankimuese përveç